shëndetja kuzhina Nerit, sot kam vendosur përgatit patate në furrë me suxhuk të Kosovës, pash të kënoqën, sikurse në Kosovë që i përgatitshëm gjithmonë. Kështu krejt që kanë nevojitën proprio berberzve janë 1 kg patate, i kemi pastru normal, i kemi qeru, prapë i kemi pastru, 2 qep, 250 gram me ojk, ose moz, toll, qështë ty që lën juve në shpe. 1 lugë të gjellës veget, 1 lugë të gjellës me salcë të specave, 1 lugë të gjellës me mill, 1 lugë të gjellës me biber të kuq, 1 lugë të mesme hudhër e blume, 1 lugë të çajit vogël jo plot me biber të zi, 1 lugë të mesme me magdanoz pra terur, suxhuk të Kosovës, edhe vaj kemi qit pra tek të nxjerrja ku e lojna edhe me unëzi. Mandej, bismillah, fillojna me përgatitjen. Është nxehur vaj, bismillah hedhim patatet që i kemi pastru mirë. Më njëherë edhe 2 qep. Edhe i ka vedisin mirë. Derisa ka vedisin pra patatet me qepin, për një 5 minuta e marrim një bakall, të hedhim 250 gram me ojk. Shlagzane ose shlagran të Gjermani, selen të kemi. Vegetën, përrejt për bërësit që i kom të nalë të fillim, i qesim pra në patat. Edhe salcën, edhe përzinat që kam e fel të përës. Këtë shishën me ajk e kom shpërlokë o me urtat, edhe që në tëllë. Tako, përzina ta gjithë të bërësit, në tëllë të dorë. I kemi kavardis edhe patatet, se që shif në mirë, për 5 minuta edhe qep të me vajnë. Furrën e kom shumë në nëzën, temperaturë 230 gradë me parë, ta shënojnë që të voshën, se nuk na vinë mo. Edhe e morim këtë harqin që e kom përgadit një bakallja qesim patateve, plus i qesim patatet tani në tepsi. Përzina, mirë. Lojnë që të me morë një rollë ose 2, se që përshepni edhe i shprazin pra një me tepsi. S'keni nevojë me qitë vaja. S'pak më tepsi, sepse jam gjitha këtu tek patatet. I kemi shpraz pra edhe patatet me tepsi. I shtrina në gjitha ondë. Morim suxhukun ashtu të nërit pra, qysh e marrë prej Kosovës. Gjithmonë e lanë me friz, tek akulli në letër, kështu që janë qese letrës, e juët me i lonit, sepse e hupat shijen, ne gjithmonë leshme në Kosovë në fas letrës për ndryshe, unë këtë në Gjermani ka në qese që janë letrës, edhe e lau direkt në frez tek akulli. Ashtu të ngritë, si që përshifni, e qesim për mi patate. E kemi rëndit suxhukun për mi patate, si që përshifni. Tash e marim një letër për pjekje që është, edhe kemi lagë si gjithmonë me ujë, që shëqes për mi, edhe shpërndojna, mbulojna tepsin me njerë, pra e fusin ma ndej tepsin në furrën e nxehur në temperaturë 230 gradë. Ta mënë suxhuk të Kosovës edhe as kum hangër, qa kum hangër gjithkun, si suxhukun që përgaditin ka ona jonë eduga gjinit, mëj më thonë kështu, jo 100%, po 1000% as një nuk e përgaditin. Ne personalisht, baba jam Rahmetlia, inshallah Allah e ka shpërblim me xhenet, gjithmonë e ka përgadit vet, edhe ka qenë kështu kasap, e ka pas hobi këtë kasap, edhe e kemi përgadit suxhukun vet, bile, edhe atë recet kismet prej Allahit, herdo kur ka me postu krejt përgaditjen e suxhukut. Pra, suxhuk më të mirë se ka ona jonë, nuk kam shiju me gojën teme. Tash e qesim pra tepsin brenda në furrështina. Edhe mbas 30 minutave dhe në 35 minuta pra e leni tepsin e furrë, patatet janë mashallah
gati me sugjukun. Sugjuku e ka lëshu edhe atë lëngun e vetë, atë ndyrën e vetë sugjuk të Kosovës, që bashkë të knaqin kur s'keni ide që ka me përgadit për shpejti edhe shishëm. Neve na beft mirë e juve pashtu nëse përgaditni. Faleminderit për përkrojnë që më veni. Komentet e bukra e deri në recetën e radhës nga Kuzhina Neri të thëmë, ju rëpofshim.